Janë numëruar 1673 kuti votimi nga 5225 në total në rang kombëtar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatin paraprak që pasqyrojnë ecurinë deri tanishme të votimit. Partia Socialiste e Shqipërisë kryeson garën me 223.118 vota duke ruajtur epërsinë në nivel kombëtar. Pas asaj rënditet koalicioni PD-ASHM me 124.946 vota, ndërsa Partia Social-Demokrate PSD regjistron 16.206 vota. Nisma Shqipëria Bëhet ka marrë deri më tani 14.470 vota dhe Partia Mundësia shënon 11.014 vota. Forcat e tjera politike janë shumë larg në rënditje. Lëvizja Bashk me 5.000 vota, koalicioni Euro-Atlantik me 4.715 vota, koalicioni Djathtas për Zhvillim me 1.464 vota, ndërsa partitë më të vogla si Aleanca Kombëtare Shqiptare ADHEU dhe Aleanca Demokracia e Re nuk arrin të kalojnë as 1.000 vota secila. Procesi i numërimit vijon ndërsa KQZ njofton se rezultatet do të përditësohen në mënyrë të vazhdueshme. Pritet që qarqet më të mëdha si Tirana, Durrësi dhe Shkodra të sjellim përmbysje apo konfirmime të mëtejshme në garë për mandate.